Problemi që ka lindur është në fakt me vetë antarët e Partisë Socialiste, me vetë kryebashkiakët e Partisë Socialiste, këshilltarët po donit këshillave bashkiak, dhe këtu kanë parasysh disa protesta që janë zhvilluar dhe ndoshta do të zhvillohen, ka qenë ajo e Memaliajt, ka qenë protesta në Selenic, në Mosgaboj, ka qenë gjithashtu në Divjak, e cila vazhdon prej disa ditësh. Polican që në fillim aty ku do gjënë Bashkia Prenjas, Bashkia Maliq, gjithashtu, pra bashkit po protestojnë dhe këtu besoj unë që ka dalë përpara Partisë Socialiste një pengesë. Kjo pengesë, unë nuk di të them nëse do të arrit ka përcejt apo jo, por me njerë sa po të në sezonin e ri parlamentar, pra shtator, tetori, do të na përcaktoj nëse e gjithë nisma do të duhet të anullohet, dhe unë mendoj që do të duhet të anullohet edhe politikisht nga Partia Socialiste, sepse tashmë janë dy faktorë në këtë ekuacion që ajo i ka kundër. Ka kundër opozitin e vendit, ka kundër dhe, si të thuash, kryetarët e vetë të bashkive socialiste që ajo vetë i krijoi, dhe këshilltarët socialistë që kanë një peshë elektorale të saktuar. Nëse do të hamensonim që reforma është ndërmarrë për të akaparuar pak më shumë valencë elektorale Partia Socialiste, meqense kjo kërkon më pak, pra brenda Fierit, apo brenda Beratit, apo brenda Korçës, kërkon të fut, si thua, më shumë popullat për të ndarë dhe më shumë mandate. Dhe fjala vjen, po marrim kot sa për ta ilustruar Bashkinë e Vlorës, e cila përthit Selenicën, Bashkinë Selenicë, ku kjo e fundit nuk do të jetë pjesë e Bashkisë Vlorës. Bashkia e Vlorë drejtohet nga një kryetare e Bashkisë Socialiste, Bashkia Selenicë drejtohet nga një kryetar bashkie i Partisë Demokratike. Nëse Bashkia Selenicë përthithet nga Vlora, me gjas, pra sipas të gjitha gjasave, ajo që mund të jetë ndoshta një predispozit apo një shtresëzim votash më pro opozitës apo Partisë Demokratike, do të përhumbë apo do të thyet e gjitha në këtë formulën zgjedhore dhe ndoshta nuk do të ketë valencë blu, po do të jetë e gjitha një monokrom roz Bashkia e Vlorës. Dhe kështu ndoshta dhe disa bashki të tjera. Thënë të gjitha këto, nëse, pra unë thash pak më herët që ne kemi dështuar ose nuk arrim do të gjejmë motivimin që ka pasur si Partia Demokratike, ashtu dhe Partia